Tha një natë më herët e mora yllin, një yll për Zot, i cili përendoj. Gabova. Tani hana e cila shkelqente me dritën e saj, tha ky o Zoti im, për hanën. Falamma afala qala, po kur erdhi momenti edhe hana përendoj, atëherë Ibrahimi a.s. tha, la in lam yahdini rabbi, la akunanna min al-qawmi ad-dallin, nëse Zoti im nuk më udhëzon, atëherë unë do të jem patjetër, edhe unë do të jem prej të humburve. Nga se kur doli dita e re, humbi dhe hana. Atëherë në ditën e tretë, Ibrahimi a.s. sikur Allahu thot në ajetin 78, falamma ra'a ash-shamsa bazighatan, kur doli dita e tretë dhe lindi dielli, atëherë Ibrahimi a.s. tha, qala hadha rabbi hadha akbar. Tha jo, tha, tani tha e gjeta Zotin tim të vërtet, se ky është më i madh edhe se sa ai i pari dhe i dyti. Dielli. Falamma afalat, por kur erdhi momenti edhe dielli të perëndon dhe të humb, qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. Ibrahimi a.s. tha, o populli im, un jam i pafajshëm ndaj asaj që ju po i shoqëroni Allahut fuqi plot. Imam Tabariu kur i komenton këto ajete, Imam Tabari tregon, thot, Ibrahimi a.s. nuk besonte realisht se ylli është Zoti, por Ibrahimi a.s. dëshironte atë pjesë të popullit e tij që ata i konsideronin disa yje për zotra, t'ju bën me dije se nuk mund të konsiderohet për Zot diçka e cila përëndon. Domethënë kjo ishte metodë e argumentimit me popullin e tij, ata që i besonin trupat qellor. Ndërsa për ajetin që ka të bëjë me hanën, Imam Tabariu thot, Ibrahimi a.s. ja argumenton të popullit e tij me logjik se edhe ata që e besojnë hanën për Zot, edhe ata e kanë të gabuar, nga se nëpërmjet provës se hana zhduket, përëndon, atëherë çdo gjë që përëndon është e varur dhe nuk meriton të adhurohet. Do thotë, çdo gjë që ka varësi prej diçkafit, nuk meriton të quhet Zot. Rrjedhimisht nuk mund të adhurohet. Ma kjo ishte logjika e Ibrahimit a.s.